طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Kitabu Tauhid i Sheikh Salih Al Fawzan, hafidhahullahu taala, njohshmëria kriju dispozitës së realisht me çu tek fundi. Allahu në Kur'an jo rastësisht ka thonë wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. S'ka thonë wala taf'alu zina, mos bëni zina. Që kjo mos ju afroni janë gjitha mjetet që të çojnë te zinaja. Syni, a do të thotë që nëse ti shikon me njerë këron zina të zinas, do më thonë marrëdhënieve intime? Jo, po fillon me sy. Fillon me sy, fillon me prekje, fillon me vetmim dhe në fund e bën zinan. E njëjta gjë është edhe me përmendore, e njëjta gjë është edhe me statuja, që në fillim na nuk i themi që këta e adhurojnë. Nuk i themi që e adhurojnë. Bile, na themi çfarë thon ata? Këta e njerëz të mëdhaj. Këta njerëz kanë luftuar, këta njerëz kanë qenë njerëz të devotshëm, kanë qenë hoxhallar, kanë qenë dietar. Atëherë po i bëjmë për mi përkujtu. Dhe gjatë shikimit na kur t'i shohim këta njerëz çfarë, pikthehemi dinit Allahut subhanahu wa taala. Të njëjtën gjë e kanë bën kohën e Nuhut alayhis salam. Njerëz të mirë, apo to njerëz të mirë. Fatkeqësisht subhanallahu ti kur ti thu kemi pas raste në për oda të ndryshme kur jemi fal, kur kemi dashur të mu fal, në xhallar të ndryshëm, edhe të na zakonisht e dini që në për odat tona vendosin fotografia, apo fotografia babës, e ku e diun e babgjyshit, njerëzve të ndryshëm. Edhe ju kemi thonë që na tash gjatë faljes në drejtim të kibles nuk lejohet me pas fotografinë aty, nuk lejohet hiç, po sidomos gjatë faljes nuk lejohet. Edhe u çu plak i shtëpisë i cili është namazli, subhanallah, namazli. Thot kjo babaja, a di ku shikon babaja? Po kërkush ta shajti o vëlla babën tënd. Na thjesht po ta tregojmë dispozitën fetare që është. Na mbi kokat tona i kemi ushtarët e UÇK-s, i kemi komandantët e UÇK-s, i njerëzve që kanë luftu, po jo me shkel urdhrat e Allahut dhe të pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam. Se nuk i ndihmon kur gjë vëllati me statuja me përmendore. Përkundrazi e ngarkon vetveten. Edhe harxhon parë kot skoti. Edhe nuk ki asnjë shpërblim. Bën diçka për ata ushtar. Çu shkon hax për ta. Çu je parë fukarave për ta. Që shkon se vapi subhanallah. Apo do më shku se vapi. Kanë dhënë jetën, gjitha gjërat i kanë bu, mirë po në fund, ti po shkan po je parë, një Allah e din sa parën pe jep, dhe nuk po ki asë një sevap, asë një gjë nuk pe ki, për kundrazi ki edhe gjyna, dhe nëse qëjë statu i bot sebeb, që pas një gjenerate tjetër, të fmive tonë, apo fmive të fmive tonë, nëse vjen dhe të adhurimi, ti ki përgjësi tek Allah. Ti ki me marë përgjësi tek Allah. Pse i bo sebeb, subhanallah. Ke qenë i pari, apo let jetë bile një grup që edhe nëse janë të përhapura, let jetë një grup tek Allah subhanahu wa taala që përmenden që pas ka fol valla dikush për këtë çështje. Që gjenerata tjetër kur vjen edhe thot, kur përhapet përmendore çush janë përhapsat, me thon valla kemi libra që kanë fol më herët. Dhe për atë arsye pejgamberi sa na ka transmetuar thonë për çështjen e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar. E flasin të vërtetën, përkundër asaj që mund ta lën këtë grup të shpëtuar dhe palë të ndihmuar, po ky grup hec me lenë Allahut subhanahu wa taala. Përkundër asaj që kritikohet, përkundër asaj që persekutohet, po ky hec ky grup me lenë Allahut subhanahu wa taala, sepse është në mbrojtje të Allahut dhe jo rastësisht quhet grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. E ndihmon Allahu azza wa jall këtë grup. Grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar prej Allahut subhanahu wa taala. E të mathil, statujat janë statujat trupore në formë njeriut, shtazës apo çdo gjëje tjetër që ka shpirt.
Ditën e gjykimit Allah subhanahu wa ta'ala ka me të sprovua dhe ka me të thonë, ti që i ke bo këtë statuja, rinjalli. Ti që i ke bo këtë statuja, rinjalli. A ki me mujtë mi rinjall? Wallahi jo. Ki me kërku mu këthy edhe njëherë në këtë botë, në këtë dynjo. Ja rap këthem edhe njëherë në dynjo. Nuk i bëjmë këtë gjëra. Pastaj është çështja e nusub, përmendoret në thelb, janë flamujt dhe gurët të cilët politeistët i gdhenin në formë të ndonjë udhëheci apo njeriu të madh që kështu ta ringjallin për kujtimin e tyre. Muhamedi a.s. ka ndaluar bile edhe për dietarët e fesë. Para më ma e keqja kur i shën në Shqipni, subhanallah, hajde për shembull në aspektin kombëtar disa që nuk i din. Këto që nuk lejohet, unë kom bën në Shqipni, hoxhën e kanë po përmendore. Statuj. Hoxha, me mjekër, me qallë, përmendore i kanë bo. Nuk shkanë rështu, subhanallah. Allah nuk është feja jonë kështu. Feja jonë e ka rujt, subhanallah, të uhidin. Feja jonë e ka rujt apo xhamit tonë, alhamdulillah, sot dhe asaj dite para 15 shekujve, nuk ki fotografi në xhami. A ki? S'ki. A ki idhuj? S'ki. Që kjo është sunizmi. Që kjo është pasuesi i selefit, që e kop fen që shduat. Si që thamë, grupi i shpëtuar dhe pale e ndihmuar. Nërsa ishe shijat, çka bëjnë shijat në për xhamit, në thojzat tyre? Ishe dërveshët teqet e tyre, çka bëjnë? I mushin me fotografi, këti ki fotografit. Silsilen atë zinxhirin. Bile thënë na kemi zinxhirin dete e Abu Bekri, radiallahu anhu. Shijat e ndrojnë vllazni me marë qabën dhe me mbush me figura dhe me statuja dhe me fotografi të ndryshme. Për kundër asaj që në Arabinë Saudite ka gabime, qof pushtetar, qof jo pushtetar, millet. Mekka dhe Medina është e ruajtur, alhamdulillah. A ki qef shia me ta marty? A ki qef që me të madhe shiizmi apo Irani investon që mi marë shtetet sunnite. Me shtri atë devijimin e vetë në mesin e muslimanëve sunni. Pa nuk do të lejon Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Muhamedi a.s. vllazni e ka ndalu që mi vendos fotografit në mure. A e dini që Omeri radiallahu anhu, kur e kanë thirë, qofë në drejk apo në dark, kur ka hi me një shtëpi, si e ka pa një fotografi o largu për një shtëpis. S'ka hi. Kjo ka qenë Omeri radiallahu anhu. Pse? Se me një vend ku ka fotografi e sidomos të vendosur në mur, dije që me laqa nuk hen. A e dini rastin kur Muhamedi a.s. deshti të futej të dhoma Aishës? Edhe qka i pa? E pa shtratin edhe e pa para derës një lloj si lloj statuje, si lloj koke. Si lloj kukle, si çfarë dush thuaj. Edhe qka nuk hyni. Nejti shto. Ja heki kokën, po themi apo, atë e heki nga të qenrujt si qenje e gjallë, dhe e prishi, apo e shkyti, atë qarshaf që kishte qenje të gjalla të vizatuara. Sepse me një vend, ku ka fotografi, nuk hinë me laqa, mos akuzo, kërkon mos e akuzo, pastaj pse po kom probleme në shpi, pse po kom fesat në shpi, për palidhje pse po kapëm me gruën, e me fmin, e me babën, e me nonën. Se qëto e në sebepe që ti nuk përrun atë ambientin tënd ku ti jeton. A keni vred vllazni, kret na jemi namazir, alhamdulillah. Kur shkoni në xhami e keni një lloj qetësi shpirtërore. Si ti në xhami kënaqet njëri. Edhe jo rastisht dietar çka kanë thonë? Kanë thonë shërimi i depresionit është me net në xhami. Se kënaqet njeriu. Kënaqet njeriu. Se ka me lajke. Largon shejtanët. Muhamedi a.s. nuk ka nejt me një vend ku ka pas shejatin. Ka qenë rasti i Muhamedit a.s. me Ebu Bekrin. Edhe një person është fjalos me Ebu Bekrin edhe pe sulmon me fjal Ebu Bekrin. Ebu Bekri hic pja këthen, subhanallah. Veç përrim pe këshyrë. Dikura i kërsiti edhe Ebu Bekrin, si kur gjdo njërit prej nesh, falle, shaje, ju thjesht veç e ka këthy. Muhamedi a.s. u largu. Tha e Rasulullah pse u largove? Qa bono, ku gjësi bono, më vla veç e këthejba. Tha deri sa, a i thët sulmonte shejtani, me laqja ja këthente përgjigjen. Momentin, tha, kur ti fillove me ja këthy,
shejtani të nxiti ty dhe unë nuk ri aty ku shejtani të çtin edhe u largu. Ky ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam që i mësonte sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rastin e dini kur të mësonin tauhid, cili shembull është konkret, është rasti si është përhapur shirku, që e kemi trajtuar në dersën e parë, devimi i njerëzve, ku e trajton Sheh Fauzani hafidhullahu taala, çështjen e Nuhut alayhi salam. Prej Ademit alayhi salam vllazni, deri në kohën e Nuhit alayhi salam s'ka pas shirk. Nuk ka adhuru dikush tjetër pos Allahut. 10 gjenerata kanë qenë. Edhe nuk është adhuru askush tjetër pos Allahut. Derisa në kohën e Nuhut alayhi salam, ju erë shejtani, edhe ju përshpëriti atynve, që ti populli, edhe ju tha, që ta djetartë, emna që i cjek, Suan, Jeguthin, Jeukun, Nesron, edhe këta kanë qenë, thot, djetartë e mdhej, hoxalartë mdhej me thonë sot, në këtë zhargonin e sotshëm. Edhe ati qka thot, që një përsheshe bëni skulptura, idhuje, ku e dione, edhe jo, mi adhuro, më si adhurani, unë tash në klapa, për thamë, për me shpjegu ma mirë. Po thot, kur ti shihni ju ata, thot, qëfar njerës kanë qenë këta të mdhej. Edhe adhurim Allahun subhanahu wa ta'ala. Që në start vllazni, që kjo vepër, a shirk? Nuk është shirk. Nuk është shirk kjo. Mirë po me kalimin e kohës, qëllimi i shejtanit çka ka qenë? Ty me ta bën njerë të lejuar këtë gjë. Pastaj me kalimin e kohës të ngrejaj, ka dale. I kanë bo idhët. I kanë vizatu, ku e di una një knit, mirë, atë kapuqin e madh, mjekrën, ku e di una një shpat aty. Edhe ka shku një periudhë, kështu deri sa u bo normale kjo në mesin e muslimanëve të atëhershëm. Ka ardhë një kohë, pastaj ju ka thonë, di qka? Tha tash ju, merrni që të idhë, dë bëni se cilin shpinë e ju i bëni. Qa pa dhe një shesh ju aty tash, me këqyr ata në shesh, në shpi që aty se cilin e ta ka një, e këqyr, sta herë e këqyr, dhe që ani se falë namaz. Qfar mashtrimi ju bën shejtani. Edhe vazhdoj kështu, kjo gjendje. Deri sa erdhë, qka? Erdhë gjenerata fëmijëve të tyre. Edhe ju përshpëriti shejtani. Shejtani alejhillane ka përvoj vllazni, ti vdes e shkan, ai ka pas përvoj para teje me tjertë, me gjeneratat të tëra. Edhe ju përshpërit shejtanin vesh edhe thot, baballarët e ju, edhe që ju kanë bu këtyne? I kanë lut, janë ndrej për njerë. Janë ndrej. Harun për shka i kanë bu ata. Ata në fillim, sot vllazni, cilët musliman i thuti, që këto idhuj, këto statuja, këto përmendore që i bën, cili musliman thot që na pi adhurojmë? Asnjoni. Muj me thonë asnjoni. Edhe thot, shirku mo çrënjos mo kjo mesele. S'ka te muslimant. Po më marrë një kohë që shejtani ja ndryshon bindjen, o vllaja. Shkon e prek ato kada ka dale, përmendore, se to e mendu fëmin e vet, djalen e vet. Psa nuk i dojmë na këta, e biti këti populli, subhanallah. Na vetë jemi shqiptar, vetë jemi të biti këti populli. E rëndësishme është mos me qu popullin devijim dhe në shkatrim. A keni vret në Shkup? Si doli ishte pjesa e shkive, se shkijet qoftë sërp, qoftë Macedon shkije, në ta njëso janë. Edhe si dini të pjesa Macedonasve, e vrin atë erën e kufrit që i kanë ato përmendoret e mdha, ato kryqet, ato gjëra, ato do Aleksandra, do ko e dione. Kur delta ona muslimanve, e vrin erën islame. E vrin erën e pastër, erën e tauhidit, apo vëtan. Edhe qështu t'i futin shirk, edhe Allahu pastaj i dërgoj qka? Pejgamberi dërgoj Nuhun alayhi salam. Dhe për atë arsye çdo mjet vllazni që të çon te shirku, që në start ju duhet me e luftu. Para meno, dietart edhe fotografit nuk lehen. Që Sheikh Albani rahimullahu taala thot mjafton, thot ka marrë një kohë që vetë selefit pasus të sunetit kanë me thonë veç trak, kanë me bo edhe kaq, kanë me liu fotografin me një aspekt. Wallahi shumica qese fotografi tash. Edhe selefit, edhe xhallar. Fatkeqësisht, të paktën ata që s'dalin foto. Të paktën. A më thonë çdo mjet që të çon deri te shirku që në start, ty pse pejgamberi sa ty po ta ndalën mu taku me femnën? A do thotë që nëse u takove ti bën zina? Jo, mër subhanallah.
Po në një raste, nëse një rast ka ndodh, feja ta ka ndërprej. Që në start ta ka ndërprej, vetëm e vetëm për mos me arrit tek caku i dëshiruar i shejtanit alayhi lane. Sharimi dispozitës tani e treguam pak a shumë, domethënë aspektin e idhujve, statujave, përmendoreve e kështu me radhë. Tash e kemi sharimin e dispozitës rreth përqesjen me fen dhe mos përfilljen e ndalimeve të saj. Vllazni, çështja e përqesjes fes është shumë e rrezikshme. Fatkeqësisht edhe mesin e besimtarëve luhet hajgare me fen Allah subhanahu wa taala, nuk e din që bin në kufër. Wallahi në kufër bin. Kad kafartum ba'da imanikum, ka thonë Allah në Kur'an, keni bu kufër pasi që keni besuar, thot. Keni besu, po keni bu kufër, duhet shahadetin në njerë me shprej. Nuk bën me lujt me dispozitat fetare hajgare. S'bën me lujt. Mi shti njerëzit me kesh me dispozitat fetare. Kjo i bjerë sikur Allah subhanahu wa taala peshe, ose pejgamberin a.s. peshe, a i po flet dhe ti po kesh me dispozitat fetare. Subhanallah, e kom pa një video, së din besoj keni pa dhe ju, të Sheikh Abdurrazakit, të djalit Sheikh Abadit. Edhe ishte duke shpjegu Sheikh Abdurrazaki, mashallah, është njeri, subhanallah, në ftyrë ku ta sheh ato, të rritet imani, apo kur ta sheh devotshmërinë në ftyrë, Allah i ka dhonë një lloj drite në ftyrë ku të këshyr, subhanallah. Edhe nuk e pastrojnë para Allahut askë. Edhe tash të dhon ligjërata, dikush prej xhamatit kesh me një çështje, edhe përkthyesi kesh, veç e kthen kryt, thot, nuk ka këtu për të qeshur asgjë. Thot, kjo është dispozit fetare. Na keshim vllazni, jemi njerëz. Kur t'jen te feja nalo, mo te feja mo, amonit koft, mos e bjen kufër, ki kujdes. Bim na jemi njerëz, bim edhe një fak, edhe në munafikluk bim në erë, një fak të vogël, një fak të madhe inshallah jo, por një fak të vogël bim, edhe në kufër të vogël bim. Po me lutë Allahun subhanahu wa taala që më na fal, që mos më rikthuj prap gabimeve. Përqeshja me fen Allahut subhanahu wa taala është largim nga Islami dhe dalja prej fesë Allahut subhanahu wa taala, thot thuaj, thot, a me Allahun, thot, wa ayatihi, a me shenjat e Allahut, me ajetet e Allahut, wa rasulihi, me të dërguarin, thot po përqeshjeni me Allahun subhanahu wa taala, thot la ta'tadhiru, thot mos u shfaqsoni, thot kad kafartum ba'da imanikum, thot ju keni bë kufër pasi që besuat. Domethënë, a thot me Allahun, me shenjat e tij, me të dërguarin e tij, po përqesheni, thot mos u shfaqsoni, thot ju, thot pasi që jeni besimtar, thot keni rënë kufër. Andaj kujdes. Ky ajet argumenton se përqeshja me Allahun subhanahu wa taala, me ajetet të dërguarit, edhe thot është kufër, edhe përqeshja me njërin nga këta është përqeshje me të gjithët. Po ashtu thot Allah subhanahu wa taala, dhe kur ata të shohin ty Muhammed, nuk të marrin ndryshe për vetë se përqeshje. Keni vret, subhanallah, disa fatkeqësisht musliman, kur t'i shohin për shemb besimtar, kur t'na shohin neve në rrethin e shoqërisë tyneve, këta kanë, këta. Vedem ta që folëm. Bëjnë që shto bëjnë. Leve se këta. Këta janë që flasen që shto s'nalon rahat. Edhe kjo është përqeshje me fenë Allah subhanahu wa taala. Ne nuk po gjykojmë për njerë, se ka dallim vllazni vepra që e bën dhe gjykimi. Ka mundësi ai mos me di që kjo është kufër, ka mundësi mos me di ai që dal pi fesë me këtë gjë. Dhe për atë arsye na i mësojmë. Nuk kemi gjykatësa. Na i mësojmë njerëzit. Nuk i gjykojmë për njerë pa i mësu. I mësojmë, i them ki kujdes, se kjo mundet me të zerbi fesë me kalimin e kohës. Pastaj thot ato përqeshen me Muhammedin a.s. edhe sot e kësaj dite thot i fyen dhe i përshkruajnë profetet me mendje lehtësi, devijime, kështu me radhë. Dhe ka nga njerëz të tillë që marrin përveç Allahut, idhujt, i dojnë ashtu siç i dojnë besimtarët Allahun subhanahu wa taala. Dhe çështja më e rrezikshme është kur duhet krijesa, kur e don krijesën më shumë se krijuesin. Edhe kjo është çështje shumë e rrezikshme. Me dosht krijesën më shumë se sa krijuesin. A keni vrejt, ku ti thush pash Allahun, bëje qëta, diqysh se ka shumë problem. Pash kryt e djalit, a qohet në kom për njerë.
Kjo rrezikshme është. Pash Allahun po thot, vër synis po të bën. Edhe pse të thot pash Allahun bëje, nuk do më thonë ti me çu be në vend ti. Se ki obligim me çu be në vend. Nëse bën vetë be, duhet me çu në vend. Ama nëse thot dikush pash Allahun bëne, ti mundesh edhe mos me bë, po s'ki gjuna. Mirë, po du me thonë dallimin mes krijuesit edhe krijesës. Ai po thot pash Allahun bëne, vër syni s'po të bën, kur pi thu pash kryt e djalit kallzo drejt, më ki prek. Apo përpara pash kryt e enverit, më ki prek me një figurë madhështore. Pash Allahun i ka thonë se ka lujt synin heq, ndërsa kur i kanë thonë pash enverin, para komunizmin që ju konë, po. Pastaj thot, sektet të shumta e konsiderojnë se të lutesh dhe të kërkosh ndihmë nga shehi te varri apo në ndonjë vend tjetër është më i dobishëm se sa me lut Allahun subhanahu wa taala. A shiqare shirk. A shiqare. Mirë po vllazni, pjo bëj një pyetje na kush e den. Nëse dikush thot, unë e luti Allahun subhanahu wa taala, po e luti të gëvari, se qëto është ma mirë me lutë Allahun azza wa jall. Po e lusë Allahun, jo varin. Që kjo, a ka po shirk të madhë që del pi fes? Që e mërmenja? Po jo, falni me po jo, s'ka problem. Nuk e kom njëtën aty me madhëru. E qka ka po? Cëllën dispozit e ka po? E ka po shirkën e vogël. Pak ma pak, bidat ka po. Bidat ka bo. Dhe më thonë, nëse thu, unë, se kjo i ka caktu vend, apo? I ka caktu vend. Edhe ka thonë, qëto është ma mirë, me lu, po e lusë vitë Allah, ju vorën. Po qëto vendin ma i mirë. Për qëto që e ka bo vendin ma i mirë, kjo s'ka bo shirk të madhë. Po ka bo bidat. Nëmse bidatin herë është, shumë maj madhë zëza shirku i vogël, gjuna është shumë maj madhë. Apo, sepse po shpik për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, ata përqeshen me ata që e lë tarikatin. Shamall, sa ata thëjnë, kur çdo që nuk e ka drejtues shehin, dhe më thonë të dervishve, atër thot shehi i ti është shejtani. Shehi i ti është shejtani. Bile, kur rrinë në mesin e shujugëve të tyre, kur dalin jashtë nuk ja kthejnë as shpinën. Unë nuk më pas të rast mi pa në Turqi, që tashe unë apo pi ujë. Edhe në fund e lo pak ujë, kur dalë për jashtë ju hygjë me artë e ujë, me marë, që me marë, dhe po, bereqet e sen. Nëse unë pëlqej bereqet për fjalimit. Dhe në qatë dërejgje. I kanë përzit çështjet e Muhamedit a.s. Lazni, Muhamedit a.s. ja kanë marë pështymën, ja kanë marë djersët, dhe me pështymën e ti në shëru, me flokët e ti në shëru. Kjo lejohet. Ajo konë Rasulullah. Me flokët e ti e kanë qitë ujin dhe janë shëru. Me pështymën e ti janë shëru, se kanë qenë të bekuara. Të berru kanë bo, dhe kjo është e veçantë për Muhamedin a.s. Dhe nuk ka tjetër. Dhe këto tjera që i shihni tash, jo po qimja Muhamedit a.s. Në Stamboll, edhe në Gjakov, kanë thonë. Në Shqipni, po në xhami që patë ndodhë para disa vjetëve. Problemi është kjo çështje, sepse nuk kemi zinxhir të sakt. A është e vërtet apo nuk është e vërtet? Po nuk është e vërtet, i bën shirk Allahut. Se e more një qime të dikuj tjetër pos Muhamedit a.s. Edhe dine se në kone pejgamberit a.s. kur Muhamedi a.s. u shtrinte në shtrat, kur u djersit të Muhamedi a.s. djersa e ti ka qenë me irë misku. Dhe për atë arsye, sahabët ju në afru, e kanë marrë djersën ati dhe e kanë përdor si aromë. Sepse Muhamedi a.s. djersa ati ka qenë me aromë. Nuk është e çuditshme, në ditën e gjykimit, djersën kemi me pas me aromë. Apo, na nëse nevojën e madhe gjatë ushqimit, kur dalim ka erë të rëndë, në ditën e gjykimit na nevojë të madhe s'kemi me pas, gjitha ato ngrënje dhe pirje që kemi mi bo ditën e gjykimit, në thonë në ahiret,
kemi nxjerr nëpërmjet shkajit, nëpërmjet porrave, nëpërmjet djersës. Dhe çajo djersë e ka erën e miskut. Në këtë dynjë e ka erën e keqe. Më thonë që del në WC personi. Përqeshja me fenë Allah ndodhet në dy lloje. Përqeshja hapt me fenë, sikur se ndodh, domethënë me ata të cilët e kanë akuzuar Muhamedit alayhi salam duke i thënë gënjeshtar, frigacak gjatë luftimit, barkëndhënj, ku e diune, tamam kjo është përqeshje direkte, edhe e hapt që secili e ka ditë që ky është u e përqesh sahabët apo Muhamedit alayhi salam, ndërsa përqeshja jo e hapt me fen është nxjerrja e gjuhës me sy apo fshekta stubo, kjo është e fshekt. Çush i shohim ne sot disa prej munafikëve, të cilët kur ti shohin besimtarët, më thon këta vetë synin e bëjnë apo bëjnë me gjuhë që këta janë, dhe më thonë që ata me mjekra apo që ata që i krynë obligimet fetare. Po ashtu, pastaj i thonë ati që thret në monoteizëm, në tauhid të Allah subhanahu wa taala, këta kanë dalë tash me një fe 3, këta janë medhhebi 5, ku e diuni jo janë vehabi, jo tash kove të fundit jo Rabiovca, jo Medkhali, jo ku e diuni tylli far etiketa ndaj ahli sunneti wal jamaa. Na jemi pasus të Kur'anit, të sunnetit, të sahabeve, me një fjalë, që ka thonë Sheikh Albani rahimahullahu taala, jemi selefi. Selefi, që dhe më thonë, pasus i gjeneratave të parat muslimanëve. Dhe selefi, jëja e fundit është atribuim që ti ju atribuosh atyre. Dhe krye selefi ju jonë, kush është? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Kur'ani, sunneti nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët që e kanë komentuar ç't Kur'an dhe ç't sunnet. Ti nuk je më i ditur se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti nuk ke qenë aty kur shpall ajeti Kur'anor dhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar dhe sahabët kanë qenë e kanë transmetuar, e kanë dëgjuar prej Muhamedit alaihi salatu wasalam. Dhe ata e njerëzit më të ditur rreth fesë Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu sonte kemi edhe një temë tjetër, edhe po e përfundojmë inshallah taala, e kemi për rukjen, edhe për hajmalit, edhe për fryerjen. Apo, domethënë gjitha këto gjëra do t'i trajtojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Fryerja apo rukja që lexohet Kur'an, na kemi hadithet pejgamberit alayhis salam që Muhamedi alayhis salam para se me fjet i ka vendos durt kështu dhe në fethe, apo një lloj pështyme e lehtë, që në gjuhën shqipe nuk kiqyshe përkthen, për atë arsye dhe Allah subhanahu wa taala e ka përzgjedh çka? E ka përzgjedh arabishtën. Ja, pse se ka përzgjedh shqip? Po është Allah subhanahu wa që e din që arabishtja ka fjalë që shqip nuk janë. Po Allah si shqiptar ty të ka nderu në mesin e këtë kufarve me të bë musliman. Edhe këtë që ata që janë. Me ashkali, me shqiptar, me turq, me kujdun e boshnjak, që tu të ka përzgjedh, o vllai jam, të ka përzgjedh, ti je njeri mirë, përderisa Allah ty të ka përzgjedh. Për rreth këni i ki sërt, i ki maqedont, i ki malazest, i ki kufart për rreth, ty si shqiptar të ka nderu, edhe të ka ngrit, edhe të ka bot pushtetshëm kundrejt këtë kafirave për rreth që i ki. Tim Perandërin Osmani je kon posh, sultani je kon. Shqiptari je kon posh, në kone Perandërisë Osmane. Qëtu ti ka udhejt shqiptari këto vende? Muslimani. Se Perandëria Osmani është keq kuptu të na, subhanallah, Perandëria Osmani është keq kuptu, kishe vesh turqi tjerë. Po s'është ashtu, Allah. Perandëria Osmani është muslimant, sepse sikur ti kish dhënë përparësi turkut para arabit, shqiptarit, ashkaliut, romit, ku e diune, dhe më thonë, kombeve tjera, nuk kish me bo kryeminista 37 kryeminista shqiptar. 37 kryeminista shqiptar, kryeministër është kogja se një madh, mu konë. E të kanë nderu Allah, pse për ndronë te, që të nderim që e ki? Pse po bjenë kufër? Allah subhanahu wa taala, ty që të ka nderu mu bo musliman, të ka pa që i sinqert, po edhe ti që pëndron të ka pa se qëfar zemre ki, për që ato dhe pëndron. Bukur, lloji par është fryerja shërimi që është e pastër nga shirku, si për shembull ti lexohet smurit Kur'an. Kjo mënyrë është e lejuar, më thonë, edhe ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam, do thot me fryerja me Kur'an. Thot
transmeton nga Auf ibn Malik radiallahu anhu, i cili thot, ne fryenim kohën e ignorancës dhe e pyetëm Muhamedit a.s. Dhe ai tha, o i dërguari i Allahut, i tha, i sheh ti këto fryerje, domethënë gjatë rukjes, tha mi paraqitni ju mua ato fryerje, çka po bëni, çka po thonin ato, nëse nuk ka shirk në ato fryerje të rukjes, thot vazhdoni me bo këtë rukje dhe nuk ka ndales në këtë gjë, apo. Pastaj thot dietarët u pajtuan në lejimin e fryrjes me 3 kushte. E para, duhet jetë me fjalë të Allahut dhe cilësitë e tij. E dyta, thot duhet jetë në gjuhën arabe dhe tu dihet kuptimi. Se ka për shembull vjen dikush edhe ai mendon që është arabisht. Ai ka po do vizë aty, ose si erbozi, plot raste kemi pasur, edhe më ka thënë s'di unë. Pas di arabisht ja? Po di po s'është arabisht kjo. S'është arabisht, ai ka shenja aty. E ti po mendon se është arabisht. S'ka, aty ka shenja. Aty ka shenja që janë emrat gjinve. Edhe që kërkojnë prej gjinve ndihmë për me largu nga dini Allahut subhanahu wa taala. Edhe e treta thotë besosh se fryerja nuk ndikon vetvetiu, pos me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Që kjo është sebeb. Vllazni, unë shpesh e potencoj që mjeku kuron, mjeku mjekon, po nuk shëron. Ka raste për shembull, ka raste kur 2 pacienta e kanë smundjen e njëjtë, ilaçi është i njëjtë, njëri shërohet, njëri vdes. Çfarë më thotash? Po ka raste, pse? Sepse mirë po hadithi pejgamberit sa thot, Allahu azza wa jall çdo smundje ka caktuar edhe shërimin e saj. Për çdo smundje ki shërim. Ktu ta jep një lloj optimizmi ty që me lyp shërimin. Mirë po te shërimi nuk mundesh me dhon dozimin e njëjtë apo kohën e njëjtë tek personat e ndryshëm. Edhe pse janë të dy njerëz, edhe pse janë të dy meshkuj, ndoshta këti duhet dozimin mjashtu, këti tjetri duhet mja paksu. Ndoshta këti më shpesh duhet mi dhon, ndoshta këti më rrallë duhet mi dhon. Që ky gabim që bëhet tek mjekësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam et Ibn Nawawi, që thotë Ibn Qayyimi, ka raste që nuk shërohet personi. Pse japin rëndësi doktorët mjekët kohës. Hajde kur duan e pi po s'është ashtu. Hajde të çdo 6 orë pije. Thot para buke mas buke. Thot çdo 2 motor pije, se e den efekte ai ka studiu, ka ulëmtu, që ky ilaç 12 orë, thot nora 6, deri në 6, mas 6-ve, s'ka mu efekt. Atëherë vjen ilaçi tjetër. Dhe nëse nuk bëhet koha e duhur, sasia e duhur, dozimi i duhur, edhe ilaçi nuk shëron. Nuk mjekon, nuk kuron, nuk bëhet sebeb për shërim. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kjo shëron, shmja botash, atëherë problemi është te ti. Ti nuk po din me godit tamam smundjen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Metoda e saj është ti lexosh apo ti fryhet të smurit ose ti lexohet ujë thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot Ibn al-Qaisi, Thabit ibn al-Qaisi, thot mori edhe nga Bethani vendi posaçëm, të cilën e vurri në një gojë, pastaj i fryu ati me ujë dhe i hodhi ati ujin. Mesin e dietarëve ka hilaf këtu, disa kanë thonë s'lejohet me ujë, disa kanë thonë lejohet me i fry ujit dhe me e pi. Lloji i dytë janë fryerjet që në vete kanë shirk. Ato fryerje janë që kërkojnë ndihmë prej dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Do kërkon ndihmë prej gjinëve, emrat e gjinëve, i lyp ndihmë. Kemi një maherët nga plakët apo kur i ka hub diçka o shejtan o dregj bjere, çto theshin, kjo është ndim prej shejtanit me lyp, edhe ka raste e ka pru, po ta ka prish fen, ta ka prish akitën ti, o dregj bjere, në thonë disa herë këto, kjo është ndim prej shejtanit me kërku alejhi lane. Kështu që edhe puna është puna edhe me ato lutje që bën në gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe që nuk i dihet kuptimi zdimna, ku e din, dhe se nuk lejohet me mësu shkencën e sihrit, sepse të bën vezvese, mundesh më bë sirbaz. Edhe hoxha si hoxha s'bën me mësu atë shkencë, sepse është tërhece vllazni. Për shembull dalin gjëra të jashtëzakonshme bëhen. Kur ti bën ti ato shenja, ato gjëra bën gjendje, dalin gjendje të jashtëzakonshme edhe ty duken të çuditshme. Paramendo për shembull ti i bën disa shenja, shkon ai e merr një parë të caktuar ta bjer parën në tavolinë. Edhe ty të tërheqin këto sene. E për atë arsye s'duhet mi bë këto
këto gjëra s'duhet me mësu, sepse mundet me të nxit edhe me bo, do të thotë sihir dhe me bo prej magjistarëve. Tjetra është hajmalit, janë ato që varen në qafë fëmijëve dhe që t'u alargojnë syrin e ndonjëherë dhe që t'i mbajnë ato burrat edhe gratë, ato ndajnë në dy lloje. Vllazni, hajmalit ndajnë në dy lloje. Hajmalit që janë në Kur'an dhe Sunet, dua të pejgamberit alayhis salam, edhe hajmalit që janë me shirk. Me shirk ki për shembull ato që i bëjnë me zhif, që si zhif, emnat të gjinëve. Mirë, po ç'kjo me Kur'an, a lejohet? A din që në kohën e selefit ka pas disa që i kanë leju. Kush i ka leju? E ka leju Abdullah ibn Amr ibn al-As, një transmetim i Aishës, edhe Aisha e ka leju hajmalin me ajete kuranore. Sa është i sakt mendimi është diçka tjetër. Na po flasim që e ka leju. Sa është e sakt, jo. E sakta me lejen e Allahut, Allahu e di më së miri, nuk lejohet. Nuk lejohet sepse ajo është problem, sepse ti e lidh veten me ato pastaj. Se e komune që tash më mbron mu kja. Apo ti me që të shkon në WC. Kja jetë kuranore. Kështu që mja mbyll rrugën, largoja. Mjafton vetëm rukja, lexon Kur'an personit parasysh, edhe mjafton bile. Disa prej dietarëve kanë leju komunikimin gjatë rukjes. Nëse i këndon Kur'an edhe humbë dijen personi, i del do të gjini flet, se del zot tjetër. E vrin për shembull është femën, tu lexo Kur'an, e humbë dijen edhe ja nisë fol mashkulli, zoni mashkullit. Nuk është zoni i saj. Kur qohet prej kur të kfillët, e ka zonin e vet. E vrin që është zoni i gjinit, kësi roste Shej bin Bazi, disa Shej Uthemini ka thonë lejohet me fol. Shekh Albani thot kategorik, hiç s'bën me fol, thot. S'duhet m'ia dhon atë hapësirë atij me fol, shkaku se të rran ai. Po thot njëri përpara beki thot po të rran, po të kullot të rranit e lemo gjinin ku s'peshojsh ti. Bile Shekh Uthemini rahimahullahu taala, Sheikhul Islam ibn Taymija, Imam Mukbili, këta kanë thonë me ajetin kuranor bashkëpunonin punë të mira. Thot lejohet me bashkëpunu me gjinin musliman. Sheikhul Islam ibn Taymija ka leju, edhe Shekhu Thejmini e ka marrë për Shekhu Islam ibn Taymijas. Ama kjo është e rrezikshme. Ku me di që është? A i të rranë, thot jo muslimanën, edhe shtim kurth. Rasti ma konkret dje që ishëm në ratë kost, kër e shpjegun miksin e pejgamberit alayhis salam, Shekhu Islam ibn Taymija, kur i ka shku dikujt që shtu mi lexu Kur'an, edhe i ka thonë e gjini, kur e ka vrejt, në fund i ka thonë po dal për hir tondin. Po dal për hir tondin, e ka kuptuat kleçkën që thënë Shqipnis, atë fitnën, ka thënë ja, për hirtë mija mos dil për hirtë Allahut, edhe ka dalë. I ka mjaftu në disa raste, kur e ka qu, po themi në thujës një ambasador emisar, mi thonë shkët e filani, thuj po të urdhënon Sheikhul Islam ibn Taymija, Imam Ahmedi, mërse Sheikhul Islam ibn Taymija. Imam Ahmedi edhe me dalë. Sheikhul Islam ibn Taymija kjo e dyta. E para, ka pas raste Imam Ahmedi, veç e ka dërgu një person, edhe i ka thonë thuj, Imam Ahmedi po tëtë me dalë prej filan gruas, epilepsin që e ka pas. A di që e thot gjini? I afrot në vesh. Se u vedin, thot Imam Ahmedi, jo me thonë me lëshu trupin e kësaj grus, po vendin kret ku jetëm këtu e lëshaj. Pse shtot pyetja? Se e ka pas imanin e fuqishëm. Omeri radiallahu anhu, kur ka kalu rrugës, e ka ndru rrugën iblisi. O tut, qash ti sa tutësh prej Allah, qash tutës shejtani piteje. Qash sa tutësh ti prej Allah, qash tutës shejtani piteje. Nëse je i devotshëm, ai ka më tut prej teje dhe më tu afru. Falë Allah të azza wa gjell, këtë bilenar në thënë, këtë më dynjohë e kundër jush janë, shka e një bo që asë për tutën ja, jo, vëlla, shumë mirë jemi, elhamdulillah. Hasbun Allah, një me lëkil. Ama kur si kemi punët me to mirë, atërë tutëmi, fatkeqësisht. Dhe më thonë, mendimi i parë që e lejojnë, edhe pse, dhe më thonë, është çështje rrezikshme, mendimi i dytë, ndalimi i tyre, thot Abdullah ibn Mesud ibn Abbasi, Udhefja, Uqba ibn Amir e kështu me radhë, do thonë që këta e ndalojnë. Lloji i dytë, hajmalit që do të thotë që kanë shirk,
që nuk janë nga Kurani, normalisht gjitha këto gjëra janë të ndaluara, sepse Muhamedi alayhi salam çka ka thonë, thotë kushdo që varr një hajmali ka bo shirk. Hajmali të shirkut është fjala, ose e lën ato që e ka vendos. E tash si të lën Allahu azza wa jall, ndihma Allahut, si të hiqet prej teje dhe të lën hajmali, tash ti bën ja çarrën vetes. Bën ja çarrën vetes nëse çaja hajmali ty ka me të mbrojt. E disa hoxhallar thëshin mirë, thëshin me shku te mjeku me marr recetën, edhe ilaçet me ti përshku vetë çite mball këto, edhe çajo recetë ty të ndihmon. Jo, duhet me pi ilaçet vllaja. Jo me qitat letrën aty. Pastaj thot sharimi i dispozitës rreth betimit, këto do ta trajtojmë inshallah në dersën e radhës se u zgjat pak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Çka keni diçka prej pyetjeve, ato çka e dim do t'ju përgjigjemi insha Allahu Teala. Allahu ju shpërbleft.